Narciza, për shembull, ma herët shqiptar që kanë jetuar në Kosovë kanë marrë pushim për me i prit familjarë të tyre që kanë jetuar në diaspora. Bile kanë njerë dhe ata të jashtë për shembull kanë kërkuar që na me marrë këtë pushime me najtë. Patjetër, po tash kur pethura na e kena vish 3 ditë pushim, po vina mi u po çapo thojnë ata? Jena punë, këtu si Këtë ekipa tjetër, me gjithë që, po këtë ekipa tjetër me shkum punë si kjo, Gjermani, a përdin, unë e vish po të regoj pak pionës teme, se të na jena shumë të ngratë që të regova, po unë punoj me klienta çdo ditë, e kam një studio teme dhe çdo ditë kam klienta të ndryshëm edhe prej qyteteve tjera, po, e di që thojnë, I kam vish 3 ditë pushim me nxirr mura me shkumi po pak edhe thotaj ti hajde rri me gjyshëm të çesh po ne jam pushim se Gjermania aty që shoh Gjermania kështu që edhe shqiptari është ta. Jo na morëm pushim me njëherë shumë lehtë. E kena harmoninë këtë të punës, sa vjen mune me improvizu, mune mu gjin, mune me marr pushim krasi me vene tjera sa pse na mos me moj disiplinën se Gjermani. Unë bile bashkë me ajo është individuale. Ajo është individuale. Unë menoj që e kena lirin, a vdim për me i bujë shkësana. Ma përpora du të mja dit njëri vlerën vetës, masina ja din vlerën edhe tjerve. Kështu që kur dikush 2-3 herë nuk merë pushim të pak të një ditë për ty, pse ti me përkesu vendin e punës për një qafë tondin. Amo, diaspora për na vinë një herë në vetë, të bëhemi të sinqertë. Një herë në vetë mujna me më pushim krejt. Jo, nuk e di kush ju një herë në vetë. Unë e kom gjysmën e familjes jashtë, vinë një herë në vetë, që me u thonë drejtën e pushimin qëta që ku më bodë, më thoi ditë cilat ditë kom e morë pushim, sepse kom qafë me nejtë me ta. Ta thash ma shumë është qefi I jonë me nejtë me ta. Pak personale është. është pak personale. Edhe kur të shkojnë atje, morin pushim më vjekeq. Alfredës pja kthej kam. Se ti,